Shikote, marrësh me fushat është gjë e mirë, të bësh politikë është gjë e mirë, se fundja fundit ne jemi gjithë për mirën e vendit. Po ta shikosh në vetë të parë, është pak e vështirë, sepse duhen shumë mjete, shumë organizime, dhe ne jena një parti parlamentare, si Lëvizje për Zhvillim Kombëtar, dhe normalisht me zhdash punë e sforcuar, që të arrijë disa rezultate edhe mendoj që do kemi rezultate të mira. Jemi përgjegjës. Unë kam qenë pjesë e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Dhe Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike do të thotë të jesh këshilltar. Në një moment të voliqëm ti të qosh dorën për diçka mallore ose ta kundërshtosh atë. Unë sinqerisht me Zotin Basha në atë kohë kur unë kalova si antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, kam pas raporte, mesazhe ku shumë gjëra janë marrë për mirë. E ke parasysh sepse kjo është detyra e një dhjetorisi, e një antari partije, po edhe një antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Kurse për Zotin Berisha, unë nuk jam shumë i Zotit ta përcaktoj cili është roli i tij, pavarësisht se ne i shohim lëvizjet. Por në një vend kur ke shumicën, njeriu duhet të shohin edhe ndryshe. Domethënë, unë jam sot në politik, më kupton? Unë nuk them me Berishën ose pa Berishën, po jam kundër të majtës totalisht. Vetëm me majta duhet rrezohet. Kjo është motoja ime. Unë kur në jetën time nuk e kam menduar dhe nuk e kam dashur që të merrem me politikë. Po vitet 90, mos erdha 22 vjeç nga shkolla në shkollë të lartë, normalisht kisha disa probleme familjare që erdha 22 vjeç dhe mora pjesë në mënyrë të vullnetshme për ndryshimin e sistemit në një mënyrë ose një tjetër. Dhe për 35 vite, ashtu siç thatë edhe ju, u kam ndihmuar partinë e parë opozitare. E kam themeluar në Tiranë, kam qenë një ndër emrat. E kam themeluar në Shkodër, jam i dekoruar për këtë veprim që kam bërë për themelimin e Partisë Demokratike në Shkodër. Kam pas disa pozicione partijake, por asnjëherë nuk kam qenë njeriu që kërkoje që të isha në parlament. Mu dukte një punë administrative më tepër se sa një veprim për t'i dhënë komunitetit. Dhe për 30 vite, fillim pas mbarimit studimeve në Akademinë e Arteve, mbarova ekselent, punova si pedagog në universitet, kam punu si specialist i parë, kam punu si përgjegjës sektori, si drejtues institucioni, dhe gjatë gjithë kohës kam ndjerë atë kënaqësinë që me të vërtetë mund të shërbesh njerëzve me anë të ideve, me anë të mënyrave të ndryshme. Por kur nuk i kisha menduar, domethënë që mund të jepsha edhe një qasje ndryshe, duke ndihmuar me ligje, pasi në fushën e artit dhe të kulturës aty ku unë domethënë kam pjesën më të madhe të jetës sime, kam marrë kontribut, shoh që ka shumë mangësi dhe njerëzit janë shumë të mbyllur për sa i përket artistave dhe gjithë komunitetit të kulturës. Po të shikosh atë trajlin e jetës tonë politike, ose jetës tonë shoqërore, ose jetës tonë familjare, ka pas një mosrakordim, jo se s'ka pas dëshirën për të na ndihmuar, kur ishim pjesë e Partisë Demokratike. Problemi që aty nuk ka një sy domethënë estetik që të kapi njerëzit që ka një vlerë. Së dytit, gjatë viteve që ne punuam për Partinë Demokratike ose patëm nuk u përfaqësuam
nga student dhjetorët, e the shumë bukur. Partia Socialiste, 4 njerëz kishte nga student dhjetorët, në 4 dy bëri kryeministra. Pa thanë ministra të ndryshëm që sepse unë nuk i njoh gjithë student dhjetorët, është budallëk të thush që i njoh gjithë student dhjetorët. Por ata që kanë qenë më aktivet, e kemi parë që ne na kanë anashkaluar. Për arsye normalisht duhet pyetet leadershipi i një partie politike që kishte mundësinat, sidomos këtë rrallë, të ja jepte të gjithë fushën, të ja jepte të hapur, të ja lënë të dhjetoristave. Dhe ti ishe sigur që kishte edhe një shenjë tjetër dhe njerëzit do shohin ndryshe, pra këto dhjetoriste që në vitin 1990 bën diçka për demokracinë, se kështu duhet ta themi, sepse ishte gjithë populli shqiptar, ishin ata të përndjekurit që kishin bërë më përpara luftën e tyre nëpër aty ku ishin në përkampet e përqendrimit ose atë ishte dëshira e madhe e një populli që ishte unë e kam thënë gjithmonë, duke qenë shkodan e kam thënë gjithmonë që gjithë Shkoda ishte internume. Normale, unë që 7 vjeç kam ndjer emocionin e bërjes fushat, sepse në një mënyrë ose një tjetër të gjithë konkuronim për të hyrë në shkollë 8 vjeçare, me hyrë shkollë të mesme, me hyrë shkollë të lartë. Domethënë kam emocionet me publikun i kam të shuar apo ta shikosh. Por kur vika puna tek politika, që nga një ndjenjë tjetër dhe ke mbisupe shumë gjëra që ato që do thuash duhet t'i mbash. Unë kam një slogantimin personal, të marr nga dikun, po do ta sqaroj se sa e bukur është dhe mendoj që ja vlen. Të duash dhe të mundesh. Pra unë i kam kërku çdo qytetar i Shkodran, nëse don, ma japin votën, po edhe nëse mundet. Parë me bat pyetje për studentët e dhjetorit, njerëz që kanë dhënë kontribut, pra kanë luftu, në atë mënyrë kanë luftu. Sot ka njerëz që largohen nga puna dhe të shkosh ti marrësh një intervistë ai s'del. Në atë kohë të merrje përsipër të ndryshojë një sistem, nuk e di çfarë do notet nesër. Flasim tamam në realitetin. Kur më thonë mi që ne duam të të japim votën, po s'mundemi, kjo të thotë që kemi problem të madh në 2025. Shumë të madh, demokracia është në rrezik, unë kështu e mendoj. Se si ka arrit kjo punë, as unë nuk e kuptoj, sepse njerëzit janë aq lirë, sa mund, po të kesh këtë koncept që unë dua të të jap votën, por nuk mundem të të jap votën se jam pjesë e një subjekti tjetër politik, për mua më duket anakronike. Lideri është fjalë kështu që Zoti i shehi shumë e respektueshëm. Domethënë unë kam fatin që edhe jetoja afër tij dhe shoh që për ditë njerëzit 50 veta, 70 veta, 100 veta në ditë e urojnë, japin dorën, i takon. Pra do thotë që është një lider popullor, njerëzor e kam thënë unë. Një njeri që atë që mendon atë thotë, është i drejtë për drejtë. Më është dashur që ta bëj një lloj fushate, duke i njohur tana llojet e fushatave, pasi kam qenë vetë kryetari i qenë votimit, jam marrë me fushate, kam ndihmu deputet të ndryshëm me qenë parlamentin shqiptar. Kam bërë një mënyrë tjetër komunikim me qytetarët. Është formati që ulesh, diskuton me te dhe nuk ja kërkon votën. Domethënë është mënyra më e mirë e mundshme dhe aty e kupton që e thot Arben, i vetmi, janë 10 kandidat të tjerë që më kanë ardhur nga një subjekt ose nga një subjekt tjetër, se janë rreth 100 veta aty që konkurrojnë apo jo. Dhe ne jena Shkodër e vogël, se nga 160.000 banorë. Dhe normalisht je vetmi që nuk më kërkon votën, po s'kam si me ta kërku votën, po ti nuk më shikove thellë se kush jam. Si mund t'i takoj 180.000 shkodran?
Atëherë kam gjetë formatin tjetër. Ti zotërisë kam thënë, ti më njeh mua. Po, kam vlera shoqërore, miqësore, familjare, preardhje, çdo, po. Atëherë, në gjithë raportet që ke ti me shoqërinë tënde, sepse janë pjesa intelektuale e kur të vinë puna me diskutu, ti thuj mendimin tënd. Unë gjithmonë e kam pas këtë, thuj mendimin tënd, ashtu siç e mendon ti, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që emri im të dalin nëpër qytet. Sfida ime në fakt është që të marrim që mos të jemi shumë krenar, të marr një votë të bukur, një votë që të jetë domethënëse për të ardhmen e lëvizjes për zhvillim kombëtar dhe normalisht aspirata ime. Kur më ka pyetë zoti Shej, unë vendosa ditën e fundit të hyja në kandidim. Nga që kishe i pozicion politik, doja që t'ishe paka shumë si shefi shtabit i partisë, sepse u bë edhe bashkëpunimi me djathtas 1912, dhe unë e kisha këtë mendim, që do merrja nga që e njihsha mirë si struktura dhe si mund t'i zhvillonin. Ai më tha që Arben merre përsipër, je në kryetar i një partie, du që t'jesh ti aty, që të hedhim, domethënë të fillojmë të fuqizohem nga pak se ti e din që ne jemi parti elektorale, nuk kemi parti që ka në të gjithë në shtrirjen në gjithë Shqipërinë. Dhe pritshmëri edhe unë i thash, unë do e marr përsipër, po unë do marr nga 1 deri në 10.000 vota. Prandaj kjo është pak a shumë dhe nuk e di se si mund të jetë. Populli shkodan e din se ç'do bëjnë. Shiko, unë kam dalë vetëm atë slogan. Kush të do dhe kush të mundet. Në fillim nuk ta tha se ku e kam marrë. Në luftën e Pastarribës, në Shkodër, është një lapidar aty. Dhe aty e ka të shkruar me këtë, që askush s'e ka vure. Sepse njerëzit shkojnë sa me bat çoka dhe me ik sa më shpejt. Dhe aty ka kush të do dhe kush të mundet. Kjo ishte shpreha e biznesmenëve të asaj kohë që donin me luftu komunizmin dhe që i kërkunin të gjithë punojësve vetë. Sa ato që u vranë Pastarrib, punojësit e këtyre ishin Shkodan, Kazazi, tjetër. Dhe ishte shprehje shumë e bukur. Kush të doj të marrin armën dhe kush të mundet të vinë me ne. Dhe unë ja kërkoj shkodranëve kush të doj dhe kush të mundet.